çmyrjen e shesim 30 euro për megawatt. Tu ka mekanizma të ndryshëm, për shembull është Komuniteti i Energjisë, sekretariati në Vjenë, që na ndihmon këto shtetet që ne t'jemi t'i kemi standardet në bazë të BE-s. Mirë, po çka është, se kjo është si do thotë është një raport ku të dy palët duhet të përfitojnë. Edhe çka ka këtu për BE-n përfitim është që me pas se sa ka kapacitet ky treg, që pastaj në momentin kur kyçen këto shtete në BE që do të me llogarit edhe në këtë aspekt. Kështu që janë do të pjesë ndryshme që ndikojnë edhe tash po shohim do të se si po na ndikojnë edhe neve. E pse na ndikojnë neve, tash mundet me dalë pyetja, është që Kosova e përmenda e ka termocentralet me çmyr, të cilat prodhojnë 800 rreth 900 megawatt. Tash nëse e sheh gjatë periudhës prej si është kriju do të keku, kërkesa do të vetëm shkon fillon e rritet, sepse ke numër të madh popullsisë, ke biznese të reja, etj. Edhe tash çdo vit e tutje ke do thotë konsumator të ri që shtohen rrjet. Tash në momentin kur ke ti konsumator të ri, tritet do thotë kërkesa, ti duhesh edhe ofertën faktikisht është do thotë ligj bazik në ekonomi, që këto të përputhen. Megjithatë, ne nuk e kemi atë kapacitet. Tash ka ndodhur gjatë dimrit edhe vjet, edhe par vjet, kërkesa me arrit deri në 1400 megawatt. Do thotë ki 900, 1400, rreth 500 megawatt apo gati gjysma e prodhimit ti duhesh me importu. Tash kur ka qenë koha për shembull kur nisi lufta në Ukrainë, po edhe gjatë kohës Covidit, to çmime kanë qenë treg evropian kanë qenë shumë të mëdha. Edhe ti domethënë si shtet i vogël që ki buxhet kufizum, nëse na për shembull çmyrjen e shesim 30 euro për megawatt, ka ndodhur rasti deri 1500 euro ka shku megawati. Domethënë nuk ki buxhet, nuk ki kapacitet me blet gjithë atë rrymë që kërkohet. Për atë arsye edhe po bëhet investimi në energjinë e ripërtërishme, për atë arsye po shohim tash vjet e patëm ankondin e parë të energjisë solare. Tash e kemi do thotë edhe ankondin e dytë për energjinë e erës. Do të ndryshimet po bëhen, po prap ka më u dashur kohë që na do të me arrit atë pikë që komplet mos me u varë për çmyrit. Edhe atë do të mrihet ajo ditë. Sa po kuptojnë, ndoshta një termocentral me 1000 megawatt kish më na bo zgjidhje. A vjen shumë kohë më ndërtu? Tash termocentral. E kuptojnë pikun që ke 1500, po hajde po e lojmë një termocentral 3, 1000 megawatt. Çka me çmyr? Që i kemi me çmyr, po. Okej. Se kanë kthyer edhe gjerman duket, a? A janë mislafe ato? Këto, jo, ka pas periudat caktume ku edhe Polonia, për shembull, i ka reaktivizu në momentin kur e ka pas që ka nevojë për to. Megjithatë, nuk kisha dashur më krahasu me vend të Bashkimit Evropian, sepse e kanë një nivel zhvillimi. I kanë, do të thotë, mundësinë me bë vendime të tilla. Na kemi qenë gjithmonë të kufizum. Do të thotë edhe kjo ideja e termocentralit të parë me çmyr, Kosova C apo Kosova Re ka nisë në vitin 2005, mbaj mend në atë kohë ka qenë pjesë e strategjisë, në atë kohë kemi pas Ministrinë e Energjisë dhe Minjerave. Megjithatë, ideja fillestare ka qenë 2500 megawatt. Do të është marrë me vend, po është marrë me vend në atë kohë që kemi me pas, nëse kemi kërkesë të temi 1500 megawatt, atëherë i ke edhe 1000 megawatt që mundesh me i shit edhe prej asaj, do të ti përfiton, e vendosën buxhet, e shpëndon sektor të ndryshëm edhe do të ti ndihmon zhvillimit ekonomik.